Po si mund të hakmerrim ndaj dikujt që na ka vra një të afërm me magji të zezë. E para, nuk ka magji të zezë dhe të bardhë. E tërë magjia është e zezë, është shirk, është kufër, është rrugë e sigurt për xhehenam. S'ka. Dallimi i bardhë dhe zezë është e qëllimshme nga vetë magjistarët që me arsyetu ata veprat e veta, po njoni me magji të bardhë, mirë, jo me të zezë. Kret magjia është e zezë. Kret magjia të çon në xhehenam. Që çdo që e qunë ti. Tjetra pastaj, si ma vërteton ti se dikush ta ka myti të afërmin tënë me magji, si ma vërteton? A ka në mekanizëm, a ka në formë të sigurt? Apo vetëm thjesht je bazu në logjikën tone, apo në ndonjë fetfa, përgjigje të ndonjë hoxhe në thojza, e cili thot se ta ka myti djalin, babën, vllahun, kushërinin me magji, si ti don me ndërmarr hapa për me vepru diçka konkrete ndaj dikuj, thjesht me paragjykimet njerëzve. S'ka formë, s'ka metodë, se si të vërtetot që dikush ka vdek prej magjisë. Po, nëse dikush i ka bo magji, pastaj e ka vazhdu, i smur, tani jetën, derisa ka ardhur puna dhe ka bon vetvrasje. Por edhe në këtë rast, a themi që detyrimisht magjia është bo sebeb? Jo. Nëse do të kishte ndonjë formë për mu vërtetu, është shteti me ngrit komision prej ekspertëve, me analizu, me detalizu krejt situatën, pastaj ata me vendos nga magjia ka vdek apo jo. Qoftë prej ndikimit direkt ose indirekt magjisë. Nëse vërtetohet kjo, atër shteti merret me rastin fjalë, jo individet. Pra, vërtetom aty me fakte, edhe unë ty të apë fetfanë se çka më bo, edhe që është më sjell me ta. Por, kujdes nga mashtruesit që u shtin në për telashe, në për armiqësia dhe hakmarrje, thjesht prej trunit të tyne ose mendjelehtësisë së tyre. Popull, aman për Zot Zotit, kujdes nga ata magjistarë që shiten si hoxhallar dhe ju thonë ka bom magji filoni, ka bom magji fisteki, ka bom jo afërmi yt, ka bom daja, tezja, halla, nipi, kushërine. Ata janë shejtan në formën e insanit, sepse shejtani don me përqa, me futur rretje mesën e njerëzve. Rujuni.